Edhe tek Teuta ka prezantime. Klubi bregdetar ka zyrtarizuar afrimin e mbrojtësit Fanga, një element tepër i rëndësishëm tek Egnatia. Mbrojtësi Shkodran vjen në Durrës si një vlerë e shtuar për ekipin e Tetovës, pasi është pikërisht ky trajner që i njeh shumë mirë cilësitë e tij dhe me atë ka arritur të fitojë trofe të rëndësishëm tek Egnatia. 28 vjeçari do t'jetë afrimi i parë në merkaton e verës për djemtë e detit, pas eksperiencës me Egnatian, ku ai fitoi 3 herë radhazi titullin kampion dhe ishte një nga lojtarët kryesor të skuadrës rogozhinase. Trajneri Edlir Tetova e njeh mirë cilësitë e tij dhe me afrimin e mbrojtësit Shkodran, Teuta pritet të fitojë më shumë cilësi dhe eksperiencë në repartin defensiv. Në sezonin që sapo mbyll, Fanga i zhvilloi 44 ndeshje në të gjitha kompeticionet, duke grumbulluar në total 3233 minuta, ndërsa ka dhënë edhe 4 asiste.